Ervin, të falenderoj shumë që je me ne sot në këtë podcast. Do të flasim për një temë që kam përshtypjen që nuk është dhe shumë e rrahur në mediat shqiptare, për komunitetin. Si është transformuar komuniteti në Shqipëri? Ose më saktë mund ta nisim që tek përkufizimi, çfarë do të thotë sot komunitet? Më lejo të orientoj pak, ne kur dëgjojmë fjalën komunitet na shkon direkt mendja te Facebooku, te komunitetet në Facebook, te hapësira virtuale. Në fakt, cili është mendimi yt për eksperti? Po, më mirë, të faleminderit shumë për ftesën, si fillim. Çështja është absolutisht komplekse dhe e bukur, po kjo është arsye pse pranova me shumë kënaqësi. Ashtu siç edhe thatë, në fakt është e diskutuar pak krahasimisht me peshën që duhet të ketë, për me kuptu pastaj përmes saj shumë dukuri tjera me cilat ne duhet përballemi për ditëshmëri. Për të bërë një shpjegim fare të shkurtër, pa dashur të tepëroj. E kemi kohën për të zgjatur sa të duash? Jo, por nuk po dua ta tepëroj me përkufizime teorike, për kjo ishte parashtrimi si thua, por praktikisht kemi të paktën dy tipologji komunitetesh. Pra kemi komunitetin imagjinar, ku ne secili për nesh pretendon që aderon. Kjo është e trajtuar pastaj nga shumë autorë në sociologji, në antropologji, ashtu si dhe në disiplina tjera të shkencave shoqërore, por pra për shembull vetë një shoqëri që është pjesë e një kombi të caktuar, është një komunitet imagjinar. Vetë kombi pra përbëhet, si thua, nga një komunitet imagjinar. Pra ne mendojmë që jemi shqiptar dhe kur themi që jemi shqiptar, kemi imagjinojmë, mendojmë për disa karakteristika tipare tona, nga gjuha dhe gjithçka tjetër. Pa diskutim që, çështja që shtrohet në këtë mes është përveç komuniteteve imagjinare, ku ne aderojmë një formë apo tjetrën, pra edhe këty podcasti që po bëjmë bashkë për të thënë terma të tjera për shembull, ne prap si thua edhe kur na duhet flasim bashkë, kemi në mendje një komunitet caktuar. Në fakt, i drejtohemi një komuniteti, siç është audienca e këtij podcasti. Pa diskutim. Ose përtej këtij podcasti. Pra, në këtë kuptim, përtej komunitetit imagjinar, se këtu na merr kuptim më shumë biseda jonë dhe një farë analize që ne mund të bëjmë. Më hape punë se më the vetë që mund të jemi të ngjeshëm mjaftueshëm. Jemi shumë të ngjeshëm. Kështu që pas me shaka. Kështu që çështja është se komunitetet në praktikë. Dhe pyetja që u shtroni, patjetër që ka të bëjë më shumë pikërisht me këtë çështje, me këtë shqetësim. A funksionojmë ne, a ja dalim të funksionojmë në praktikë si komunitete, në mjedise të ndryshme sociale, që do thotë nga një mjedis pune deri tek mjedisi i lagjes, edhe pastaj edhe më gjerë si shoqëri, për shembull rrafshin politik, pra në kuptimin a ja dalim, nëse do të shtronim pyetje ndryshe, a ja dalim të bëhemi bashkë për çështje të caktuara që si thuash lidhen qoftë me interesat e të përditshmes, prandaj po e zjeroja kaq shumë gamën e këtyre mjediseve, ku potencialisht ne mund përpiqemi me lexu për ekzistencën e komuniteteve. Ashtu siç pra si për bashkat po themi, që janë shumë afër nesh, edhe ne i raportohemi me tyre sepse si thua për shkak të interesave të përditshmes tonë kështu me radhë, ashtu edhe në raport me publikën në përgjithësi. Nuk është rasti që ne shtrojmë vazhdimisht si pyetje dhe kemi vazhdimisht si shoqëri dilema. Si shqetësim lidhje me këtë. Çfarë më rezulton si studiues shpeshherë që mos ta mbajmë kështu vetëm në një rrafsh si thua spekulative dhe abstragimi. Kur më është dash të trajtoj edhe çështje tjera, vjen shpeshherë në bisedë si një farë shqetësimi artikuluar nga individ, nga grupe të ndryshme shoqërore. Pikërisht një farë paaftësi e lexohet për shumicës prej tyre, e jona për të bërë bashkë, për të funksionuar pra si komunitet. Që është karakteristike e komuniteteve në Shqipëri, apo është një karakteristikë që mund gjendet edhe në nga studimet të tjera? Ja, do e zgjerojmë, po rrim si fillim Shqipëri. Po rrim Shqipëri që të kuptojmë një herë si e gjejmë në Shqipëri, në çfarë trajtash, edhe nëse është për të shqetësuar vërtet si ta trajtojmë këtë shqetësim, implikimet e mundshme që ka, kështu me radhë, po patjetër pastaj do mundet ta zgjerojmë. Edhe mund të bëjmë edhe
krahasime pa pretenduar që mund të jenë ezauruse në një diskutim tillë si thua. Tani, pra ekziston ka si shqetësim, shpesh herë madje është kthyer një farë bindje mes nesh, që ne nuk ja dalim të bëhemi bashkë. Edhe në qoftë se të duhet pyesësh njerëzit në përditshmëri, shkojnë aq larg sa gati e trajtojnë si një farë problemi, kështu mundësisht edhe gjenetik tonë, pra ka diçka që s'shkon me ne shqiptarët. Kulturor, po, pa diskutim. Por mundësisht edhe diçka që lidhet si thuash me formimin tonë, që në gjenezë, ku diun s'po dua të bëm cinik tani, por se si ndoshta edhe nga mënyra si na lëviz gjaku. Si na rrjedh gjaku në deje. Por që natyrisht e kuptojmë shumë mirë që ky nuk mund të jetë as arsye për ta shpjeguar këtë, po as burim i ndonjë gjendje të caktuar apo në ndonjë sjellje të caktuar, ndoshta bjem një lloj esencializmi banal që nuk na shpija asgjë kundër. Kulturore është po ashtu e diskutueshme. Por s'pari po i rrim kësaj. Pra njerëzit thonë që ne nuk bëhemi bashkë, supozojmë studim në fshat, nuk ja dalim, thonë bëhemi bashkë për të rregulluar për shembull sistemin e vaditjes. Dhe jo thjesht me rregulluar si infrastrukturë, po edhe për të rregulluar. Për të ndarë çështjen te vija e ujit. Fiks. Këtë kuptim. Pra për të vendosur, si thuash, një protokoll për të disiplinuar marrëdhënien me sistemin e vaditjes. Se natyrisht me të drejtë për shembull aty do kërkonin që këtë duhet ta rregullojë shteti, kupton? Se kemi një shtet e kështu me radhë që supozohet funksionojë. Tani supozojmë studentët, ju keni bëni vetëm auditorin. Sa herë na është dash dhe sa herë kemi dëgjuar për tyre të artikuluar si pyetje, sepse në këtë rast ka ndodhur që edhe ju jeni në auditore pra të shkencave humane, edhe unë po ashtu, dhe patjetër që aty është më natyrshme që të artikulohet si shqetësim. Pra pse ne nuk funksionojmë si komunitete, pse nuk bëhemi bashkë. Tani, edhe kemi konstatuar në fakt që pikërisht edhe në këtë ngrihinë sociale, ku do duhet kishte një potencial shumë të lartë të kultivimit të, si thuash, të përbashtës, të angazhimit dhe organizimit rreth përbashkët, ose rreth interesave të përbashkëta. Me një qëllim që shpeshherë te kalon edhe interesat imediate, pra që do thotë, vëmë re që bëhet shumë e vështirë. Pra, nëse është pyetja në sa e vështirë është që ne të gjejmë në fakultetet tona klube studentësh qoftë rreth një pasioni të caktuar. Pa llogarit këtu një organizim, një karakter më politik, po jo partijak. Sepse partia ne kemi publikën të pushtuar nga partia në këto 30 sa vite. Pra që vetëm ngrihin një farë mënyrë që arrin të mobilizojë, të organizojë njerëz, ose nga ngrihinat më aktive në këtë aspekt për gjithë arsyet që ne i dim. Çështja është përtej kësaj. Pra ju ku e kemi edhe një mjedis tjetër që thjesht për ta ilustruar, ku ne kemi të lehtë të konstatojmë që është vërtet e vështirë që që këto bashkësi sociale të organizohen si komunitete dhe të angazhohen si komunitete rreth një çështje të caktuar. Edhe kështu me radhë, pra mundet këtë lagja e kudo, siç po thonin, pra në gjitha mjedisjet e mundshme. Ato parukeritë e lagjes, më duket sikur ato janë goxha funksionale kur e mendon. Çdo individ përpiqet që të strehohet diku. Domethënë është Bauman, është një nga sociologët më të njohur edhe me një punë të jashtëzakonshme, një gamë të jashtëzakonshme çështjesh, edhe me ca koncepte që kanë ndihmuar pastaj me shpjegua shumë fenomene, jo për ne po flas kudo. Edhe ç'a ndodh, domethënë, thotë patjetër që njeriu e ka të domosdoshme që të bëhet pjesë e përkasi diku. Krijon një përkatësi, të jetë pjesë e një komuniteti, e dëshiron. Por në këto shoqëritë, si thuash, ku nuk shoqëritë jo totalitare, shoqëritë që jetojnë kushtet e lirisë. Çdo lloj aderime përgjithsisht janë pak të përkohshme. Llogarit që në bashkëkohësi shoqëria është dhe fluide shumë, pra lëvizin gjërat aq shpejt, saqë sot e gjen vetëm pjesë të një komuniteti caktuar, nëse pastaj të një komuniteti, pra shumë vështirë që të krijohen përkatësi konsistente, si thosh. Atëherë ç'a ndodh? Ama nuk diskutohet nevoja e individit që të përkas diku, që të bëhet pjesë e një grupi të caktuar, ta ndjej vetëm pjesë e një grupi të caktuar. Kështu që përderisa nuk arrin ta gjejnë në midis të tjerë, do të që shpeshherë mund ta gjejnë, siç edhe ju e thatë, patjetër edhe të parukeria. Doja vetëm dalësh vetëm një sekond për me kuptu pse.
Në fakt, para se më shkute, pse më lërë edhe një vizim fare të vogël. Do më thënë, shpesh herë se po thoja që parë që ne e gjejmë edhe për ju ndodhë rëndon për këdo për nesh, po sidomos pozitën e studiusit pra thash që e gjej ku do të artikuluar këtë si shqetësim. Ne nuk bëhemi bashkë. Tani, nga nga tjetër më rezulton nga vëzhgimi që kemi mjaftueshëm momente, ngjarje të mira, ku ne kemi dalë të bëhemi bashkë edhe për këtë të përbashkëtën e madhe, pra publikën tonë, lidhe me çështje të caktuara, supozojmë për shembull protesta e studentëve. Ose e kundër armëve kimike. Për shembull, nëse duan flasim pra për organizime të kësaj natyre, pra jo për komunitetet e vogla në përditshmëri, në gjitha këto ngrehinat ku ne na duhet të jetojmë të përditshmën tonë, po për te kësaj. Ashtu siç më ka ndodhur për shembull edhe përmes studimeve që se mora fshatin që parë si një hapësirë për ta analizuar në këtë aspekt, më ka ndodhur që në fakt të gjej raste shumë të mira ku komuniteti ja ka dalë që të veprojë si kolektivitet. Pra ja ka dalë që edhe të bëhen bashkë, po edhe të ndërmarrin nisëm të caktuar dhe ta shpihen deri në fund. Por ka një lloj asimetrie mes ligjërimit, narrativës dominuese dhe praktikës. Përse ndodhen praktik pra që kemi raste të mira. Por kur na duhet të flasim mbi këtë çështje, shumica thonë që jo. Madje edhe kur i referohesh ose kur i jep si shembull praktika të kësaj natyre, thonë përgjithsisht për është me lehtësuar si rasti, si diçka spontane. Dhe në fakt kemi të bëjmë një fakt, sepse kjo nuk arrit të bëhet e qëndrueshme, po ta kishim kthyer në praktik, për çdo lloj problemi që do kishim, nga lagja edhe deri tek shteti, reagimi jon supozoj që të ishte më i shpejtë. Apo jo? Pra nuk është krejtë e pabazuar, si thuash, ama ka një lloj asimetrie. Po pse na ndodhi gjitha kjo? Në këndvështrimin tim, duhet me theksu. Mbi gjitha ka humbur pra kohezioni social. Po pse ka humbur kohezioni social? Sepse mungon indilidhës, ose është, si thuash, në mos është zhbër plotësisht, është zbehur shumë. Ky indilidhës duhet ishte besimi social. Pra besimi në një farë mënyrë tek njëri tjetri. Dhe duket që neve na rezulton fakt edhe në shumë sondazhe, përveç këtyre studimeve cilësore që më ka ndodhur bëj shpesh. Në të sondazhe për shembull ne jemi një nga shoqëritë në nivelin më të ulët besimi social. Më duhet ta theksoj apo të nënvizoj për fillim e fakt që nuk është i parë vetëm i yni. Për shembull rezulton që në shoqërive ballkanike? Në Europë për shembull ndodh që krahasimisht ato sondazhe që na japin mundësinë të bëjmë krahasime, për shembull si European Social Survey, World Value Survey e kështu me radhë, ndodh në fakt që shumica e vendeve ish komuniste të kenë të shfaqin, të manifestojnë një nivel më të ulët të besimit, vertikal dhe horizontal, që do thotë dhe të shteti dhe të tjetri, dhe të njëri tjetri. Edhe këtu pastaj ka boll studime, studiues që lidhet me traumat e kohëve të mëparshme? Tani unë do të shija kështu. Është të falenderoj për pyetjen, po tani është komplekse shumë. Por edhe referu studiuesve tjerë që ndër të tjera kanë trajtuar, pra si thuash, edhe këtë çështjen e mosbesimit edhe kësaj kulture mosbesimi edhe në vendet e ish komuniste, duke parë shpesh madje të lidhur edhe në korelacion me kulturën politike, pra si thuash. Ç'a ndodh? Patjetër që ka këtë po e përgjithsoj edhe për të qenë i qartë, për të mos e privatizuar si qasje, sepse ndërkohë pra po them që ka bolla autor edhe studiues janë marrë me këtë çështje. Por duke përpjekur edhe ta kontekstualizojmë në rastin tonë. Tani ç'a ndodh? Patjetër që kemi të bëjmë një lloj erozioni social edhe gjatë komunizmit. Për shkak të një aparati shtetor krejt represiv, totalitarizmit, kontrollit të skajshëm të shoqërisë. Përmes asaj çka ka ardhur shpesh herë dhe vazhdon të theksohet, artikulohet sot e kësaj dite, një shoqëri që u detyruan pra individ caktuar edhe të spiononin njëri tjetrin, edhe pra e gjitha kjo krijoi një gryrje të vazhdueshme, sepse i bërë njerëzit janë shumë mosbesues ndaj njëri tjetrit, ndaj shtetit pa diskutim, po edhe ndaj njëri tjetrit. Përveç saj u krijuan edhe në atë kohë.
sidomos në vitet më të vështira të komunizmit, pas kolektivizimit total. Çfarë ndodhi? Njerëzit u detyruan që për të mbijetuar të përdornin përtej asaj çka ishte planifikuar, përtej asaj çka ishte përllogaritur për shtetit, të përdornin çdo mekanizëm të mundshëm që thjesht siguronin të mbijetonin. Që thjesht mbijetonin, siguronin krejt nevojat bazë, asgjë më shumë shpeshherë. Domethënë, në fshat për shembull që të arrinte t'ja dilte që mos thante vetëm buk misrin kooperativ. Nga i misri të mërshëm. Në qytet për shembull që e dim se përkasim një gjeneratë që diçka si fëmijën të paktën po i mbaj mend ato bukët me sheqer dhe me ujë. Po pikërisht. Se mbase s'kishin vaj ulliri. Po, mbase po s'kishim. Edhe s'kishim, po. Jo, edhe s'kishim. Edhe ose nuk kishim fare. Po. Nuk kishim vaj ulliri, çuditërisht një vend që jo vetëm që është e dim, domethënë që ka nga të gjitha anët, është rrethuar me këtë kulturë të ullirit edhe kështu që mund ta tani edhe çka ndodh? Pra praktikisht njerëzit detyrohen pra që të krijojnë një jetë paralele dhe krijohet një hendek madh mes privates dhe publikes. Në këtë kuptim, dhe kjo jeta paralele, pra nga ana tjetër ti duhet të ruhesh nga një rang, duhet të ruhesh nga tjetri, duhet të ruhesh nga shteti, që të arrihet sigurojë mbijetesë sidomos në vitet më të vështira, pra si thua, ti duhet të merrje nga e përbashkëta. Me pak dredhi, hile, kështu me radhë, por prapë sepse ishin kushte mbijetesës, ishte sikur të jetohej në një kamp, edhe aty ndodh një farë përfytyrimi i vetë subjektit, vetë individit. Çfarë bëri? Pra kjo është si thua momenti i parë që ne kemi të trashëguar dhe na vjen si reminiscencë pastaj edhe në postsocializëm. Ku pson ky erozioni social? Pra ku thua si shoqëria pson këtë lloj erozioni social. Dhe kemi një rritje mosbesimi. Shkojmë në postsocializëm. Kapitalizëm agresiv. Shumë agresiv. Me politika neoliberale të shtetit shpeshherë. Pra nga terapia e shokut dhe pas viteve 90, kalojmë politika neoliberale të shtetit që vetëm se një kaos total aty. Tani vetëm kaos. Se kaos se kaosi bëti pashmangshëm për sa ti je në një tranzicion nga një rend drejt një rendi tjetër. Çështja është me kuptuar me çfarë lloj kaosi kishin bënim. Sepse është një kaos që si e orientuar. Është një kaos që është mirë me ja lexu komponentët përbërës. Tu do na duhet të rinim pafund, pasi nuk u marrim përsipër këtë, po pa dal nga pa u largu nga çështja që ne përpiqemi të trajtojmë. Ktu, pra si thuash, krijohet ideja përballë këtij kapitalizmi kaq të vështirë dhe një ndryshim kaq traumatik për ne, për gjithë arsyet që ne dim, pra kemi të bëjmë me një nga vendet më të izoluara, më të varfra edhe të vendeve ish komuniste, kështu me radhë. Edhe gjithë ky kapërcimi kështu traumatik drejt të rendit të ri, me shumë dëshira, me një farë magjepsi të individit këtu për botën perëndimore, për demokracinë, për kështu me radhë, për gjithë shtatësinë natyrë. Ndodh zhgënjimi. Okej? Dhe ky zhgënjimi bëhet kapilar. Pra zhgënjehesh nga drejtuesit e tu, sepse korrupsioni merr për masa të jashtëzakonshme, dhe vetëm sa shtohet gjithnjë më shumë pastaj rrugës, ose sofistikohet. Vetëm shtohet, por sofistikohet. Çfarë ndodh tjetër është që si thua, disa prej nesh ja dalin, por jo të gjithë, jo, sidomos ato që ja dalin në perceptimin e shumicës, ja dalin përmes këtyre mekanizmave, në manovrave që s'janë fort, makinacioneve jo të drejta, përmes korrupsionit ose krimeve të një lloji tjetër. Kjo nuk të përjashton absolutisht raste suksesi krejt për përkushtimit të individit. Se kemi pastaj nga ana tjetër një shoqëri tërë që ja del vetëm me forcat e veta. S'ka diskutim, po. Një shtet shumë disfunksional, që nuk të vjen ndihmë për asgjë, individi arrin ta kapërcejë shumë thjesht shtetin, për nga arritjet e tij ose të saj. Ama përballë të lloj kapitalizmi kështu këtyre politikave neoliberale të tjera, mos besimit ndaj shtetit kështu me radhë, kjo është qenë edhe më mos besimi ndaj tjetër që ti ke përballë. Pse? Sepse si thuash, s'po du me përdor shpesh, por është kjo ide gati kështu që ne bëhemi homo homini lupus, thotë, ato që njeriu ujk për tjetrin. Dhe fillojmë të shohim njëri tjetrin edhe komshin. Le ta konkretizojmë me një rast. Në Shqipëri mund të ofrosh ndihmë, po themi shikoni një njerëz që nuk e ngre dot çantën dhe reagimi menjëhershëm
jo të gjithë kuptohet, por është e sigur që mund të ndodhish çfarë ke që më afrohesh. Sigurisht ka kultura të ndryshme si kultura gjermanike ose nuk e di që natyrisht ka një lloj distance edhe kulturore ose vendet nordike, por shqiptarët kanë një tjetër qasje kulturore. Dhe kam përshtypjen që ky reagimi që çfarë ke që më afrohesh ose çfarë do prej meje, pra do më vjedhësh kuletën ose do bësh diçka, vjen prej këtij mosbesimi që po përshkruani, si mendoni? Jo, domethënë ne shoqëri jemi në domethënë një nga vlerat tona për mua, më të çmuar edhe që duhet është për ta shjuar. Jo vetëm kur duhet me diskutuar çështje si kjo, por edhe për te kësaj është prerën shumë e lartë për sociabilitet. Po sociabiliteti nuk na bën detyrimisht të funksionojmë si komunitet, se në çështja që ne po diskutojmë sot është kjo. Okej? Sepse çka ndodhi në të vërtetë është që përballë një publike që tashmë është vjen një farë mënyrë e zaptuar vetëm nga një grup i vogël njerëzish. Shoqërisë duhet gjithnjë më shumë që të gjejë zgjidhje në rrjete sociale, jo rrjete sociale të këto internetit, po në network, pra në që janë sa më private. Pra sa më të besueshme. Mundësisht në marrëdhënie gjaku ose misie ngushtë. Dhe neve na duhet i zgjidhim shpeshherë shumë prej problemeve tona në posocializëm përmes këtij grupit. Prap kemi të bëjmë me një thellim tashmë në kushtet e këtij renditëri të raportit mes privates dhe publikes. Sa më shumë e përbashkëta nuk na funksionon, sepse nuk na funksionon shteti mirë. Sa më shumë që e përbashkëta shifet si një farë, pra si thuash, si një trup që e konsumon, e merr prej tij kush mundet. Atëherë kjo të çon që ti më shumë që ti shkosh deri privat, por një private fare të ngushtë, pra. Çfarë ndodh tjetër? Do që kjo shkon edhe për te Shqipërisë pastaj. Natyrisht dihet që kur kemi të bëjmë me ndryshime të tilla radikale, rrënjësore kështu me radhë, ajo që ndodh është një farë anomie e shoqërisë, pra ose për ta thënë pak më thjesht ose ndryshe, atë një farë atomizimi i shoqërisë, rritet individualiteti. Por vetë se kemi të bëjmë një sistem që në vetveten e di, e trajtuar nga autorë të ndryshëm. Gjithashtu është që kemi të bëjmë një individualitet të skajshëm në shoqëritë perëndimore në përgjithësi, të cilat ne pra i marrim si model, përpiqemi me ngjas sa më shumë, me përvetësu sa më shumë, me kështu me radhë. Dhe sidomos kur kemi të bëjmë këto faza të ndryshimeve rrënjësore, këtu është edhe më i fortë atomizimi. Për shkak gjithë tyre pasigurive në cilat duhet jetojmë çdo ditë. Paqëndrueshmërisë së gjërave. Raportit me një shtet disfunksional, siç po e thoja, më kupton? Prirja për ta parë tjetrin vetëm si konkurrent. Prirja për ta parë tjetrin tashmë nga kjo ngjashmëri e qoftë dhe imponuar, që ta lidhim prapë me sistemin nga vinim, e këtij komunizmi dhe një farë barazie sa do imponuar etj. Më radh, tashmë tek ky individi, pra si thua, krejt atomik. Ky individi krejt që duket sikur konceptohet, perceptohet nga shoqëria, pastaj sikur ne jemi të gjithë në një arenë kështu gladiatorësh, na duhet të luftojmë me njëri tjetrin, kush dalë më i forti që të marrë atë. Pra, gati këto janë, si thua, edhe rrjedhojat pashmangshme, pra sa të tranzicionit, sa të këtij renditërin vetvete, sa prej zhgënjimit, sa prej trashëgimisë socialiste kështu me radhë. Sa më shumë ti mos besosh te shteti. Ka autor që këtë e trajtoi në këto terma, po unë kur i referohem do të thotë që e mendoj ngjashëm ose është një argument që është për tu konsideruar. Aq më shumë do të vështirë të besosh te tjetri. Është duket pak të parë, por po e thek. Më pra dhe te tjetri ngjashëm. Pse? Sepse pra tu ka gryer kjo e përbashkëta. Ne s'kemi më ngërhina sociale dhe ku të bëhemi bashkë. Ku mund të bëhemi? As fizike xhenëm, se si kemi ato parqet më? Pikërisht. Ka humbur te fizike, po. Pikërisht, pra. Domethënë ne s'kemi më, domethënë ne jemi të si thua në një farë mënyrë. Ja po i marrim kështu, po bëjmë një hartë të këtyre midiseve që potencialisht mund të ndihmonin për të kultivuar një farë organizimi komunitar, ose ndjesinë e komunitetit, përkatësinë. Çfarë ndodh? Domethënë, imagjinoj, po marrim një midis pune. Shpeshherë i paqëndrueshëm, për shkak të këtij pra tranzicionit vështirë, një kapitalizmi të vështirë kështu me radhë. I fragmentuar, pa diskutim një vend ku ti
për arsye se nuk, si thua, nuk janë krijuar, nuk të mungon referenca, pra duhet bëhesh bashkë, por duhet të pas një arsye më bashkë. Dakor, do të bëhet bashkë për 8 mars. Kupton? Po, okay. Për tek kësaj, pra, mund të shkoj për tek kësaj që ta bëjmë më të mirë mjedisin ku ne ose për 19 mars, që është dita e baballarëve, që të jemi në barazi se do kemi kritika pas kësaj. Nuk e diskutoj, po 8 marsin nuk e kisha se ndoshta ngjava si cinik. Nuk e kisha 8 mars, mund të thoja po dim, për një festë tjetër, po nga që na ndodh që shpesh herë 8 marsi është më simbolike edhe shumë mirë goditur është si po pikërisht sepse për shembull kjo e baballarëve do ishte mirë dhe do ja vlen shumë edhe një vetë kuptohet më pak në fakt, edhe festohet më pak. Gati se as nuk e kemi më duket. As nuk e kemi në traditë. Nuk ka arrit të përvetësohet, pra mund të jetë përvetësuar për shembull dhe Shën Valentini shumë shpejt dhe Halloweeni. Se sa në të ditë baballarëve interesant, është për ta diskutuar. Më kujtua sepse lexova para disa kohësh disa postime që ta gëzojnë dhe baballarët, po praktikisht ne nuk e kemi zakon, po të kthehemi te kompania. Qartë. Ja ndodhi, po, në mjedis pune për shembull. Pra të bëhet e vështirë, përse idealisht do duhet që të funksionojë si komunitet. Do duhet që të besojë fort tek forca e komunitetit. Një farë kompetence jotja politike, pra si thuar, që nëse ne bëhemi bashk, mund ta bëjmë më mirë edhe këtë përbashkëtën tonë, pra që thotë këtë mjedisin e punës, dhe të përtekti mjedisi punë. Se unë s'besoj që ka ndonjë mjedis pune që nuk çalon sa aspektet caktuara. Apo ka punë, gjithmonë ka. Po patjetër, pra edhe fakti për marrë gjëra për të përmirësuar, patjetër. E thatë edhe ju, pra mungesë parqesh. Mungesë hapësirash kreacioni. Ka ngelur vese një institucion mendoj që është Kafeneja në Shqipëri. Dhe kur ne ishim student, na thoshte profesor Blendi Kajsiu, në mos gaboj, që kafja është institucion. Edhe ne qeshnim sepse normalisht sapo kishim nisur studimet, po në fakt, kur e shikoj në 20 vite, Kafeneja është ai vendi ku ne diskutojmë, ku vendi ku mblidhemi, vendi ku kundërshtojmë njëri tjetrin, vendi ku edhe gjenerohen ide të reja. Flas për gjithmonë për mjedisin shqiptar. Pa diskutim. Në teoritë e komunikimit, edhe ma duke bërë një farë kështu historie të komunikimit, nuk e dinë se ndonjë mos gaboj Habermasi, më duket, po s'më kujtohet. Për sferën publike. Për sferën publike, po s'më kujtohet saktë libri, cili nga librat i lexuar, po tani s'po më vjen në mendje. Është ku bën pastaj gjithë të një farë genealogjie të marrëdhënies me publik dhe ku lindin idetë, ku zhvillohen e kështu me radhë, ku merr jetë sfera publike dhe pa diskutim që një nga këto një epokë të caktuar para se të lindte edhe radio dhe televizioni kështu me radhë bëhet kinemaj. Më fal, edhe kinemaj do të bëhet kafja, bëhet mjedisi pra i kafeneve. Çështja është në fakt se na duhet ta riformulojmë pyetjen. Ne bëhemi bashkë edhe në dasma, bëhemi bashkë edhe në SBP tjerë. Pra nuk është problemi se nuk bëhemi bashkë. Vetëm në dasma s'ka shans të heqim ndonjëherë dorë si qenuri bashkë. Dhe shoqyrë që janë. I duam. Madje na mungojnë, pra në farë mënyrë na mungojnë sepse fatkeqësisht për shkak të këtij emigrimit masiv. Tashmë edhe shumë për këtyre traditave, për te shakas. E dëgjon shpesh në fakt nëpër familje na duhet një dasmë. Po, diçka që ishte krejt e zakonshme për ne dikur, tashmë është vështirë. Për shembull, vajza ime, për shumë, ka thënë disa herë, si s'kemi, nuk kam vajt kur në një dasëm. Realisht nuk i kanë tot kur të shkojnë në një dasëm, sepse është vetëm një mundësi ku ti mblidhesh me fisin. Po, pikërisht. Praktikisht. Pra nga një jetë e dikurshme, siç e din breznitë caktuar, ose mund ta imagjinojnë edhe këto më të rinj nga rrëfimet e më të vjetërve të tjerë me radhë që jetonim shumë afër me njëri tjetrin. Edhe kishte vazhdimisht tradita që që respektoheshin, edhe shumë rituale, shumë ceremoni ku njerëzit bëheshin pambarimisht bashk, nga fisit të lagja kështu me radhë. Çfarë ndodh? Pra kjo është, po nuk është kjo çështja. Domethënë po diskutojmë, kur flasim për një lloj komuniteti, po flasim për komunitete që në formë mënyrë janë të qëndrueshëm, janë të vetëdijshëm për benefitet që kanë. Pikërisht. Dhe jo vetëm të vetëdijshëm për benefitet, por që arrin të bëhen bashkë rreth një përbashkëse të caktuar. Pra kur kanë edhe një lloj qëllim intencionaliteti politik. Kur them politik, besoj është e kuptueshme si koncept edhe për audiencë, por nuk jo detyrimisht partijake, se këto ja dalin pra. Këto ja dalin me hir me pa hir, që të bën njerëzit bashkë, shpeshherë gjasme në funksion të një kauze të caktuar. Po flas për establishmentin, se natyrisht që mes tyre ka dhe instanca që
vërtet përpiqen që njerëzit të organizojnë kundrejt një kauze, një qasje, një ideje kështu me radhë. Tani, çfarë ndodh pikërisht po flasim për këtë, patjetër që po. Ju e thatë nga fillimi, por nëse duam ta trajtojmë në këtë mënyrë, ne kemi një komunitet të jashtëzakonshëm rrjete sociale. E kemi sepse Facebooku ose platformat të tjera na i kujtojnë shpeshherë kliko. Jep dakordsinë. Patjetër. Që ti do t'i respektosh rregullat e komunitetit. Patjetër. Edhe rrjetet sociale praktikisht na kanë bërë bashkë. Patjetër që çështja është bën bashkë për çfarë? Si sociabilitet, për të kaluar kohën, për të bërë një farë terapie në grup. Jo, për përfitime krejt materiale të tyre. Po patjetër. Jo, përveç atyre që e përdorin, nuk po flas për influencerët edhe për këto, ose kur kanë një qëllim biznesi, se kjo është çështje tjetër. Po flas për çdo individ që tashmë është pjesë e këtij komunitetit virtual. Për kaluar nga komuniteti imagjinare te komunitetin praktik, tashmë po flasim për një tipologji tjetër që është ky komuniteti virtual. Okej? Çështja është në ca raste pa diskutim, janë mediume që kanë shërbyer që njerëzit bëhen, si thua, të organizohen dhe të funksionojnë si komunitete edhe në lidhje me çështje të caktuara. Por nëse e lexojmë në rutinën e të përditshme së këtyre rrjeteve sociale, vlen më shumë se si një valvul shkarkimi për njerëzit. Ku më tepër thua ndalemi te denoncimi, apo si thua që ja unë e thash timen pra një formë, ose unë ja e bëra timen. Kupton? Se sa hapësira që mobilizojnë, që shtyn njerëzit që të angazhohen. Pra rreth një çështje të përbashkët e kështu me radhë. Pa diskutim, pra nuk është për të më huaj që ka pas raste të tilla. Por nëse vendosim në peshore, rutina e ekzistencës këto komunitete shrudhen më njëherë. Po. Pra si kokrizat në rër. Janë krejt përkohshme. Shumica prej tyre janë të përkohshme. Megjithatë, për ta konkretizuar prap, më ka bërë shumë përshtypje një organizim shumë interesant i një shkolle. Janë disa shkolla në mos gaboj në Elbasan, por ne me stafin ton kemi qenë tek shkolla Ptolemet Zhuvani, shkollë 9-vjeçare, dhe më ka bërë shumë përshtypje organizimi që ka bërë kjo shkollë. Si janë organizuar dhe çfarë kanë parë te forca e komunitetit, i cili ka sjell disa rezultate shumë konkrete dhe shumë në të mirë të fëmijëve, të prindërve me radhë. Ata janë organizuar, flas komuniteti i prindërve i mësuesve, dhe kanë marrë vendimin për të, sigurisht duke pasur edhe ndihmë nga donatorët, për të vendosur disa panele diellore, të cilat kanë prodhuar X energji. Energji që sigurisht është prodhuar në këtë formë, që ka kursyer shpenzimet e tyre në rast se do ta konsumonin energji nëpërmjet OSHE-s etj. Dhe në bashkëpunim me bashkinë, po ashtu edhe me OSHE-n, këto para të kursyera i kanë marrë dhe i kanë investuar. Dhe ajo që pam ne, kur shkuam prapë se ndoqëm çështjen, është që kishin investuar te tualetet e shkollës. Dhe është fiks kjo forca e komunitetit që i ka bërë bashkë. E kuptoj. Pra ka raste mendoj, po a janë të shpeshta? Ky është diskutim pastaj që Unë e thash pak që parë, por i marr si argument shkurt, edhe pastaj duke u munduar që të ruaj fokusin edhe në rastin konkret që ju po sillni. E thash që ka një lloj asimetrie mes ligjërimit, narrativës pra dominuese, edhe praktikës. Në praktikë gjen shpeshherë raste shumë të mira në fakt. Që funksionojnë. Ku njerëzit ja kanë dalë që të funksionojnë si komunitet. Ama për shkak sepse uria jonë është shumë e madhe, që të funksionojmë shumë më tepër si komunitet. Edhe duke idealizuar ekzistencën e një komuniteti në kushte të demokracisë. Sepse kemi një dalë që kanë kokë i madh i vogël të vend pavarësisht formimit. Sepse edhe nuk është e nevojshme që të kesh lexuar lidhje me këtë çështje. Ti është kultivuar në forma të ndryshme. Demokracia, njerëzit duhet të bëhen bashkë kur lind nevoja, pra të bëhen bashkë kuptimin të bëhen bashkë si shoqëri civile. Pra jo shoqëri civile, se këtu ka i keq kuptim të konceptit, pastaj jo shoqëri civile. Po.
Jo JF-t. Jo JF-t që t'jemi të qartë. Dhe nuk do ta hapim këtë debatin, se është debat shumë i madh për momentin ky në Shqipëri, çështja e JF-ve, financimit e tjerë, po të qëndrojmë tek kjo që ju kishit ndërmend. Nuk po e përfshi as unë. Po. Pikërisht sepse kisha frikë se pastaj do na duhet na zirohet mërsisht shumë diskutimi, por nuk mund të përjashtohet si një instancë e cila për mendimin tim për të rënë shkurt edhe thjesht që të marrim argumentin që po trajtonim, nuk e ka kryer punën e vet mirë, sepse do të thotë po flas punë nga dalëm te OJF-t në këtë rast, sepse patjetër që ne do kishim një prirje, do kishin ndihmu kulturën e pjesëmarrjes. Do ta kishin ndihmuar. Pa diskutim që po, dhe të aktivizmit, të angazhimit qytetar. Rrjedhoi edhe një prirje tonën për të organizuar shumë më lehtësisht në komunitete kur lindte nevoja. Pra mbi gjitha shoqëritë civile, në mënyrë të veçantë organizatat, që pan si entitete që do ndërmjetësonin marrëdhënien e shoqërisë me këtë rendin e ri, me demokracinë. Do duhen mbi gjitha që të funksiononin në këtë vektor, që të ndihmonin pra shoqërinë më angazhu, me qenë më pjesëmarrëse, me qenë më aktive. Këtë aspekt, me thënë drejtën, po këtu dalim një çështje tjetër, prandaj unë po mundohesh ta evitoja disi. Mund t'i dedikohet një kohë posaçme me diskutu vetëm këtë. Drejtuesit e OJF-ve do përtypen në këtë moment. Në kuptimin që s'do bien dakord sigurisht. Mendoj që nuk është vetëm për fajt të tyre. Dhe po të hym çështjes, janë një sër aspektesh edhe shumë komplekse në fakt. Ku futet edhe kjo kultura e mosbesimit? Natyrisht. Të atyre që duhet të angazhohen, por të kthehemi tek rasti i Elbasanit, po deshe unë të jap edhe një shembull tjetër. Për shembull, ka bërë përshtypje organizimi i gazetarëve, për herë të parë në Shqipëri ka një sindikat gazetarësh. Drejtuar nga gazetarja Miranda Kastrati, dhe nuk e di kush tjetër e organizon, për qenë të saktë, por që është një nga organizimet e para në Shqipëri si sindikat. Kuptohet ka një diferencë me shoqatat e gazetarëve. Pra mund të jap këto raste që janë ndoshta shumë të vetmuara në atë shumësinë e rasteve që ne presim. Absolutisht. Unë nisa ta them, se s'po dua që të bie prap në përsëritje. Ma hodhe me këtë shoqëri civile ama. Sepse ma morë atë fjalën duk sikur unë po e përgjithsoja kaq shumë për sa me shaka. Por patjetër që unë mendoj që ka raste shumë të mira dhe ka raste patjetër. Kjo është pa diskutim. Ka raste boll të mira që kanë ndihmuar pra edhe shoqërinë dhe kulturën tonë politike, por shumica kanë shkuar drejt teknokracisë, burokratizimit dhe tani unë nuk dalë këtu se do ta vazhdoj kundërshtin. Cili sektor, ose cila fushë, ose cili dimension i jetës në Shqipëri ka performuar më mirë se to? Ka performuar më mirë. Unë në fakt jam pak në konflikt interesi, se unë mendoj që media ka performuar më mirë se çdo sektor tjetër, edhe se politika në Shqipëri. Flas kur e krahason atë zhvillimin që ka pësuar. Sigurisht ka probleme, ka plot probleme. Po më qenë shumë ky diskutim tani sa që këtu më përfshive plotësisht. Jam e sigurt që do më kundërshtosh, po nuk e di nëse e mendon kështu. Jo, më dëgjoj. Pra kur ne presim nga OJF-t, nga shoqëria civile X rezultat, ky rezultat duhet vi paralel edhe me rezultatet e këtyre disiplinave, fushave, sektorëve të tjerë ose Jam krejtësisht dakord, sepse përndryshe ne rrezikojmë me qenë nihilist dhe cinik, patjetër. Por, pse unë ja jap këtë lloj valence, se çka duhet të them, kam shkruar ca gjëra për këtë, po kjo s'ka shumë rëndësi, e kam përmend diku edhe në një media tjetër, ai sa që më doli me titra studiuesi kundër OJF-ve, në fakt nuk këto janë fajet e mediave, s'po thoj, po s'ka gabimet tona. Nuk ka rëndësi, thjesht të kun e valë. Prandaj nuk po doja që të ndaleshim te kjo, ama nuk i shpëtojmë dot tani. Si shpëtojmë dot, se po flasim për komunitetet. Pikërisht. Tani ç'a ndodh? Apelativi i shoqërisë civile e mbart në vetvete këtë përmasën ideale. Nuk duhet bëjt një historik se s'kemi kohë të mirë. Di ç'a ndodh pas viteve 90 kur bie muri i Berlinit. Shoqëria civile idealizohet deri në atë përmas, saqë edhe në botën akademike fillojnë autor i rikthehen konceptet dhe merren me të, po dhe në rrafshin politik
po shiha ajo çka po ndodhte në lindje si mundësi për ta rivitalizuar shoqërinë civile kudo. Pra vetë koncepti për t'i dhënë fare jetë të re, jo se nuk ekzistonte në Perëndim. Pra për t'i arrijë njohur për masën dhe valencën që ka. Po ku apelon mbi gjitha shoqëritë civile, ose pse glorifikoi kaq shumë ekzistenca e saj në këto rindet e reja, në këtë tranzicionin post-socialist? Pikërisht sepse duhet të isha hallka lidhëse. Okej, këtu bjem dakord. Mes një shoqërie e cila vinte nga diktatura dhe kishte nevojë ta çlironte veten, fitonte një lloj besimi të vetë, besim politik të vetja, te kompetenca politike, dhe ajo mungesa e besimit për cilën po flasim, horizontal dhe vertikal. Kur unë apeloj shoqërisë civile, e apeloj nga që se nuk mundem të shpëtoj nga harta e instancave të rëndësishme që do na ndihmonin këtë rendin e ri. Se praktikisht ti po I vendos një vend të rëndësishëm shoqërisë civile dhe pikërisht për kësaj po e kritikon, s'ka diskutim. Sepse e ka, ose do duhet ta kishe në këtë përmas. Tema që ka kokra gjuhet, kjo. Patjetër, pa diskutim. Domethënë, mund të ishte ku diun, ne mund ta apelojmë çfarë të donim këtu. Pra gjitha këto entitete edhe media si shtati e tjerë, gjitha duhet performonte më mirë. Akademia duhet performonte më mirë. Universiteti duhet performonte shumë më mirë. Këtu nuk diskutohet. Nuk po qëndrojmë te universiteti se do na zgjerohet shumë. Po imagjinoj tani po të marrë në donaduar. Aty është nukli ku edhe krijohen komunitetet, ku qarkullojnë idetë. Patjetër. Te universiteti. E prekëm pak që parë. E tham. E prekëm pak që parë. Po ama nuk mund të lëm jashtë as këtë nga kjo hartë. Sepse supozohet që misioni I tyre I apelum që në fillim të viteve 90, kur në ra muri Berlinit, ishte pikërisht ta bënin shoqërinë më pjesëmarrëse, të ndihmonin demokracinë. Tani bilanci duhet bërë në raport me këtë ideal. Nuk mund ta bëjmë bilancin me, po jo ne kemi funksionuar shumë mirë ke funksionuar, pa diskutim janë bërë mësaj tyre politika shumë të mira, kanë ndikuar për me promovuar ligje shumë të mira kështu me radhë. A ta shohim vetëm pasyr duke shtruar vetes këtë pyetje? Dhe këtu nuk po flas njëri I shpenguar, se mundu të kem kontributin tim edhe në organizata edhe s'ka diskutim. Nuk po flas kështu nga rehatia e studiuesit edhe hajtë se po kritikojmë gjithçka. Flas për ta theksuar sërish për nga rëndësia që kjo mbart, dhe jo se unë du t'ja atriboj këtë rëndësi, por e kishte këtë rëndësi. Dhe çështja është metrika që ne duhet përdorim për ta lexuar, për ta analizuar, siç po mund ta analizojmë pra dhe entitetet tjera, dhe sfera tjera të jetës shoqërore. Që ishin përgjegjëse për të ndërtuar këtë rendin e ri, dhe për mos me leju që me degraduar shtet, korrupsioni tjetër me radhë pa diskutim që një nga të apeluarat në këtë rast ishin OJF-t. Se shoqëria civile e thamë është koncept shumë I gjerë se kaq, po OJF-t u krijuan me këtë mision. Nuk është se në këtë rast nuk kanë performuar mirë vetëm Shqipëria, që të jemi të qartë. Në gjithë Europën lindore. Prandaj thashë kjo çështje vetë. Por I marr këtë rastin e Elbasanit. Kam pas mundësinë që të angazhohem nga afër edhe me studim. Pikërisht të këtij aspektit social. Mbi gjitha për të lexuar nëse a mund bën bashk këto komunitetet e energjisë siç quhen. Okej? Edhe një nga afër edhe rastin e Elbasanit. Mbas edhe shkolla të tjera? Po, edhe shkolla të tjera në Elbasan, edhe shkolla të tjera në Shkodër edhe në Tiranë. Për shkak të këtij background-u që kam, nga çështje me cilën jam marrë dhe si studiues, por edhe terma pak më praktik të paktën në shkuarën. Kështu që si thua, gjithë ky background më vlen edhe për me kuptuar dhe me thënë drejtën këto komunitetet e energjisë janë rast I jashtëzakonshëm për tu pa çka mund ndodh me ta edhe jashtëzakonshëm në shumë aspekte. Pra domethënë sepse demokratizojnë energjinë, nuk është sfera ime kjo, po këtë kaq gjithë e kuptojmë. Pra nga monopol po themi kretë qendërzuar më se thash, tani më çdo entitet që prodhon energji përmes paneleve fotovoltaike, mundet që të kthehet në një komunitet kontribues, por edhe përfitues për kësaj. Për radh parë siguron energjinë për veten e vet, e dyta është përndan energjinë në rrjet, e treta nuk është I varur më nga askush. Tani, në ca vende të perëndimit kjo po funksionon shumë mirë. Në Shqipëri është fillesa dhe veta. Të them drejtën, të jemi sinqert, sepse më është dash pra të merrem, këto 2 vite fundi më është dash ta trajtoj, ta studioj, ta analizoj disi, pikërisht sepse kam pa dhe këtë potencialin politik të kësaj, po dhe këtë aspektin social që është shumë I rëndësishëm. Te rasti I Elbasanit. Është rast, domethënë, rast suksesi pa diskutim. Por, për gjitha ato vështirësitë që ne tham, që njerëzit e kanë këtu, për gjitha vështirësitë që si thuash,
mpakin mundësitë që njerëzit bëhen bashkë. Nuk e pamundësojnë, ama reduktojnë shanset që të bëhen bashkë. Ka nevojë gjithmonë për një farë ndërmjetësimi. Duhet të restauru pra ky besimi i humbur, ky erozioni social që ne kemi pësu. Dhe këtu duhet kush e garanton, kush do garantoj këtë sipas mendimit tuaj? Vështirë është, domosdoshmë për shembull edhe në këtë rast që ju po thoni. Është shumë komplekse, pra i duhet të bashkëpunojnë komunitete, në këtë rast shkollës, që janë prindër në zonës mësues, me instancat shtetërore. Me instancat shtetërore. Pra herë duhet bëhen bashkë mes tyre. Duhet të bashkëveprojnë dhe të bashkëpunojnë shumë mirë me instancat shtetërore të paktën në nivel lokal, apo jo? Po ta zgjerojmë pak pas të diskutim mbi këtë çështje specifike, se duhet të ketë ligjet posaçme që ta ndihmojnë të vinë në ndihmë, pra duhet të ketë një legjislacion, rregullim formal që të vinë në ndihmë funksionimit të saj, po këtu po e marrim si të mëshirë. Që funksionoj në këtë rast. Po, në këtë rast ka funksionuar. Po që të kthehet në diçka të qëndrueshme, se kjo është. Pyetja që ne shtrojmë është si mund të bëhet e qëndrueshme. Cilat janë vështirësitë që kjo të bëhet e qëndrueshme. Është pra me gjithë analizën që ne bëm deri tani, evidentuam shumë prej problemeve që na bën të vështirë që komunitetet funksionojnë në praktikë si tilla. Por ama nëse lexohet mirë interesi që prodhon një bashkëveprim i caktuar, një pra si thua, angazhim kolektiv. Interesi afatshkurtër dhe interesi afatgjatë. Po njerëz nga që janë mosbesues, pra. Ka nevojë që gjitha këto t'i shpjegohen mirë, dhe prandaj po thoya që shpesh herë edhe në nismë të kësaj natyre bëhet e domosdoshme që të arrihet që të bën konsistente. Pra nga ngjarje të kthehen në institucione dhe të bëhet diçka e qëndrueshme, këtu ka nevojë për ndërmjetësim. Pikërisht pra se neve kemi humbur pra këtë përvojën që të funksionojmë, të bëhemi bashkë si grupe, si kolektivitete rreth një çështje të caktuar. E tham pra për te kafes, për te rrjeteve sociale kështu me radhë. Dhe kjo është një nga shembujt më të mirë të kësaj. Pra që mund të funksionoka në një moment caktuar, me ndërmjetësimin e duhur, me stimujt e duhur, ama çështja është për me bëj qëndrueshme shkon për te kësaj. Dhe këtu ka nevojë pra që të punohet gradualisht. Për një vullnet për te nesh. Pa diskutim, dhe ka nevojë që të punohet gradualisht me këto komunitetet, po marrim si shembull pra këto komunitetet energjisë janë shumë interesante për nga potenciali që ka. Ose le ta bëjmë pak më konkrete, prindrit, teksa janë duke edukuar fëmijët e tyre. Çfarë mund t'ju mësojnë fëmijëve mbi komunitetin? Patjetër. Sepse nuk bëhet edukimi 20 vjeç, 18 vjeç, bëhet edukimi madje që në të çerdhe. Absolutisht po. Absolutisht po, patjetër. Edhe në aspektin për shembull të kultivimit të ndjenjes përkatësisë, të funksionuarit si grupe, si komunitete, aderimi në komunitete, besimit e tjetri. Gjitha këto kultivohen. Edhe në atë botën që ne shpeshherë kemi idealizuar. Po si kultivojnë këto? Çfarë kanë për shembull shoqëritë nordike më shumë se sa ne? Ja, për shembull, kjo është pastaj diskutim aq i gjerë. Po të shtrohemi, por pishemi të evidentojmë diçka kështu shpejt e shpejt, duke qëndruar këtij kufizimeve të këtij formati. Tani ç'a ndodh për shembull? Rrim te shkolla. Okej. Pse ekziston qeveria e nxënësve? Mos ma kujtoj qeverinë e nxënësve se kam shumë nostalgji. Po pse ekziston qeveria e nxënësve? Ekziston këtë komunitetin pra? Pikërisht, që të bëhen, jo vetëm të bëhen bashkë, por që të kultivohen që në fëmijëri. Me aftësinë dhe me një farë kompetencë madje politike për të bërë bashkë, për t'i dhënë zgjidhje, qoftë shqetësimeve problemeve që kanë në përditshmëri, për ta përmirësuar një mjedis saktuar, qoftë edhe për të organizuar pastaj edhe për kënaqësi edhe për rreth pasioneve, kënaqësive, dëshirave kështu me radhë. Po ama i mbar të gjitha këto shtrezime. Pikërisht sepse nis edhe kultivohet. Kjo aftësi, shumë e rëndësishme për funksionimin e demokracisë, që në fëmijërinë e hershme. Të mësosh me garu, të mësosh me patjetër në sy, të mësosh me komunikimin, të elaborosh ide, të presësh kritika, të përballesh. Të përballesh pikërisht. Të përballesh, shumë e rëndësishme që një shoqëri të funksionojë. Pa e personalizuar përballjen. Dhe mbi gjitha të mësosh të dëgjosh, se ne kemi pak probleme dëgjimin, mendoj unë. Patjetër më sa të vështirë ka mundse herë ndërhyn për shembull. Mirë, se ne jemi në këtë pozicione ku unë intervistoj dhe ju jeni i ftuar patjetër, po. Po, e thash pra për shkak kam lejon ndonjë batutë çfarë pastaj thjesht për ta shkriftuar pak diskutimin që po bëjmë, po
Po, është gjitha këto kultivohen jo rastësisht, janë krijuar institucione të tilla, madje janë formalizuar, edhe janë bërë të qëndrueshme në këtë botën liberale, plurale. Sepse ti jeton në pluralitet. Dhe keni 800.000 opsione për të ndërtuar jetën tënde. Me gjithë kufizimet përkatëse. Po flas si vizion të paktën. Ti mund zgjedhësh, keni pafundësi zgjedhësh, por ti do të mësu me jetu në këtë botë plurale. Si mund të mësosh të jetosh në një botë plurale, nëse që fëmijë nuk je brenda ngrinave sociale që ti ke mundësi që të jepet mundësia me kultivu këtë prirje, që me kultivu këtë sjellje. Si mundet ndryshe? Pra, dhe jo rastisht shive që na ka ndodhur neve. Jo rastisht edhe në këto institucione, ne kemi përvetësuar formalisht mekanizma, apo jo, edhe kemi përkthyer madje edhe në instancat qëndrueshme, siç është këtë rast për ta ilustruar pra me rastin e qeveritë të nxënësve, këshillat e prindërve. Pyetja që shtrohet, a funksionojnë? Deri në shpik funksionojnë. Unë kam pasur përvojën e qeverisë së nxënësve dhe ruaj kujtimet më të mira. Nuk e diskutoj. Akoma e mbaj mend kënaqësinë që unë si individ, po bashkë me komunitetin, kam përjetuar. Për ato 2-3 vendime, 5 vendime, 7 vendime, nuk ka rëndësi për vendosin edhe të vetos në momentet të caktuara. Mendoj që po të bëhen ashtu siç duhet, funksionojnë. Absolutisht. Edhe po të kenë mbështetje, nëse e tham. Ne po flasim për të dyja këto. Siç duhet, pra a do të heqim dorën nga duhet? Do heqim dorën nga ky normativiteti jon? Nëse heqim dorën nga kjo, rezultati do jetë një demokraci krejt e çal. Edhe me gjitha këto probleme që ne na duhet me jetuar për ditëshmëri. Dhe shpesh nuk shohim dot më sy kalamaj tam si pasojë e kësaj. Sepse na duket që nuk kemi bërë mjaftueshëm pikërisht në këtë aspekt. Dhe na duhet çdo ditë zgjohemi dhe të bëjmë llogarit pikërisht me këtë. Për çdo njeri që në fund ditës sidomos shef. Prindrit nëse dëgjojnë, mund ta kuptojnë qartësisht që ndjenja e komunitetit, pra fakti që ti përket diçkaje më të madhe, për teje, mund të kultivohet. Pa diskutim që po. Jo mund, nuk ka mënyrë tjetër. Është vetë kultivimi. Po siç kultivohet çdo sjellje tjetër në këndvështrimin tim. Në familje apo kudo tjetër, është po një tasje, domethënë, me shënësimit e shkolla. Çfarë mësojmë neve fëmijëve në shkollë në aspektin e sjelljes? Është diskutim më vete, shumë i gjerë, po ja vlen më ndal pak në funksion të kësaj teme që po diskutojmë bashkë. A i mësojmë ne pikërisht këtë aftësinë, gjitha këto aftësi që renditëm që parë së bashku dhe po diskutojmë. Pra aftësinë, si thua, për me angazhu më shumë, aftësinë për me besu të tjetri, për me punu në grup, për me u përballë, shumë rëndësishme. Kjo fundi mungesë e jashtëzakonshme. Dhe jo rastisht personalizohet, pra se e tham pak për theksoj, çdo lloj përballje mundshme. Sepse nuk e ke kthy në institucion përballjen. Tani, çfarë mësojmë ne? Edhe për shkak të reminiscencave të kaluarës, pavarësisht dyshimeve që kemi pësu, tha mos bëmi një listë, jam dakord për këtë. Çështja është ama mos të humbim edhe çka duhet me. I mësojmë disiplinë. Ose kaos mes tyre dyjave. Kaos në borë, jashtë të borrit fatkeqësisht deri në humbje jetë të fëmijëve. Me ngjarje të mërësisht të rënda. Apo jo? Dhe në klasë mundohemi të mësojmë disiplinën për aq sa ja del mësuesja dhe mësuesja. Dhe këtyre rasteve të fundit se patëm një diskutim të gjerë mbi shkollën. Dikur këta një vonë apo mos mas jashtëzakonisht tragjike të Martinit. Çka ndodhi, më thonë, po çife dhe çfarë dominojnë ligjërimin publik. Ishte që duhet të rikthehet autoriteti mësuesit. Çfarë autoriteti po flasim? Se kjo është rëndësishme me diskutim. Jo, në momentin që prindi i thot fëmijës, ai ta ka vënë tet ty, u bë ai të vendosi tet se ja tregoj unë. Patjetër, problem serioz. Ka rënë autoriteti me kohë atje. Nuk diskutohet, problem serioz, po për çfarë lloj autoriteti po flasim? Po flasim për autoritet legjitim apo autoritet që ushqehet përmes frikës? Të tipit rrije, jepi një dru të mirë fëmijës se ta jap unë lejen. E shef, pra, domethënë, pra nëse kur ne apelojmë se na vjen gati automatike. Domethënë, çfarë do thotë disiplinë? Për ne disiplinë do thotë dhunë, jo s'është kështu.
Ose në këndvështrimin tim pak nuk është. Jo, nuk është kështu në shumë këndvështrime të shumë njerëz. Nuk e diskutoj, po them, domethënë çka vjen shpeshherë të artikulohet, gati si fare stikli kështu krejt primordial, më kupton? Në fakt është ne vujm pikërisht që ta lidhem edhe me çka po diskutojmë, se nuk po dal jashtë temës që të ruajmë një linjë logjike. Në fakt ajo çka ndodh neve është që ne mungon pikërisht një lloj autoriteti legjitim, pra që ta besojmë, që ta duam, që unë kur jam në marrëdhënie me këtë autoritet, në këtë rast mund të jetë drejtoresha, drejtori, mësuesi, kryeministri. Kushdo. Patjetër, babai, prindi, pra tjetër sa legitimitet ka në atë çka bën. Shumë e vështirë, mos futemi për ndorim. Me që më kujtove kryeministrin se është një rast shumë i freskët, ku më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si abuzonte, bullizonte një fëmijë, jo mënyra se si kryeministri mund ta ketë përdorur për shkaqe të fushatës, se sa mos reagimi i njerëzve që kishte rreth e rrotull ky fëmijë, të cilët e konfirmonin që po vazhdo, bëja me gishte koka, s'ka asnjë problem. Edhe kjo është shumë e diskutuar se është e përsëritur. Është e përsëritur si sjellje. Nuk e di, nuk ka kufi. Pra ne ose nuk e respektojmë autoritetin aty ku duhet ta respektojmë, ose ne shtrojmë kurrizin te më të fortët. Si tjetër që është realisht shumë kompleks. Jo, më futet ti në këtë çështje. Jo, dakor, se ma kujtove. Po s'mund ta kalojmë, nuk mund ta kalojmë aq shpejt pastaj. Kjo është çështja e kësaj, se është vërtet. Është një gjë që praktikisht, po le të ngelemi te autoriteti. Unë personalisht mendoj që autoriteti mësuesit mësohet kur fëmia shkon ditën e parë në të çerdhe. Pra, kur fëmia është 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, se prindi nëna baba i flet gjatë gjithë kohës fëmijës. Edhe i tregon se çfarë gjërash do mësoj nga edukatorja. Se sa e rëndësishme është edukatorja në jetën e vet. Se si duhet kemi respekt për dijen e edukatores, edhe pse nëna e vet mund të jetë edukatore në një çerdhe tjetër, po themi, ose mësuese ose pedagoge diku tjetër. Autoriteti i edukatorit dhe atë që ta mëson edukatorja, mandej atë që ta mëson mësuesi. Jam plotësisht dakord me çka po thua. Por mendoj kemi edhe një përmas tjetër të dukurisë, duke e problematizuar dukurinë. Kemi përmas tjetër që për mua është e rëndësishme me evidentua dhe me gjetë mënyrën si me zgjidh. Ne kemi një politizim të skajshëm të shkollave në Shqipëri. Flas për politizim, flas për një dominim, pushtim nga partitë, në veçantë cila është partia në pushtet. Që në këtë moment, ti po e kompromenton autoritetin e mësuesve. Pra përveç marrëdhënies prind mësues, kemi edhe një marrëdhënie tjetër që duhet konsideruar. Mësuesi nuk ka liri mjaftueshëm që të shpreh shqetësimet e veta në përditshmëri, nga kurrikula dhe deri tek infrastruktura. E drejtë. Edhe që të ndihmojë që shkollën të bëhet më e mirë. Në këtë moment çka ka fituar? Në këtë moment ka fituar dhe besimin e prindit, po ta kishim pranë mësues kaq të lirë. Edhe ato të nxënësit. Sepse nuk shef një mësues të frustruar. Nga, si thua, nga autoriteti, nga atë një farë presioni kështu vertikal. Shef një mësues të lirë që ditë marr vendimet e duhura. Nuk po them që kjo e zgjidh, se asgjë nga këto nuk po kemi shkopin magjik, po them me qenë se u ndalem te kjo çështje dhe po ilustrojmë përmes si ky rasti janë shumë pastaj. Patjetër. Pa diskutim që po, sepse kjo ne po flasim si ta bëjmë shkollën në këtë rast, me qenë se u ndalem më gjatë te shkolla duke nis nga Elbasani, komunitetet e energjisë. Edhe e zgjerum pastaj drejt edhe këtyre çështjeve. Diskutimin ton është që çka ndodh? Ne po flasim si të bëjmë një mjedis shkollor ku përbrendësohet jetesa në një shoqëri plurale, dhe të mësojmë me jetu një shoqëri plurale. Liri, e bazuar në liri dhe një farë demokraci, aq sa që mbajnë demokraci këto mjedise, dhe duhet të kenë. Tani, apo flasim për këtë, a është ky horizonti ynë? A duam të ndërtojmë, apo të riformulojmë, të riartikulojmë këtë lloj të përbashkëte, apo të riprodhojmë pak nga tradita dhe pak nga etatizmi komunist, nga disiplina komuniste. Pra kjo është pyetje. Dhe nëse do na duhet të shohim një horizont të ri, gjithmonë nisur nga një analizë kritike, vetë kritike,
duke përfshirë gjithë këto elementë që tham, nga prindit, të nxënësit, të secili prej nesh e kështu me radhë. Çështja është, më duket sikur ne nuk arrim dot shpeshherë të hartojmë strategjitë e duhura. Nëse duam të përkthejmë në terma pak më konkret, sepse nuk kemi vizionin e duhur. Se nuk kemi vizionin e duhur, është sepse rrugës gjatë të tranzicionit ne humbim ato që janë vlerat shenjta për demokracinë, për këtë rend. Pra, s'mundet aty duhet gjallonte një fëmijë, e tham pra, që nga qeveria në nxënësve e tjerë që të mësoj që kalama, me bashkëpunu, me marrë vendime, me ndiku me vendimet e veta, që të thonë të besonte te vetja. Edhe ti bënte bashkë të tjerët, në atë gjë që mund të besonte. Pa diskutim. Edhe që ishte në të mirë të komunitetit. Që të besonte te vetja, te tjetri, te institucioni, te gjithçka. Jo, s'është vetëm çështje besimi, po është shumë se besimi që se e morëm si argument qendror. Po të mësohet me kultivu një sjellje të caktuar që është domosdoshmëri për qytetarin që jeton në demokraci liberale. Nëse nuk e kultivojmë këtu, pra është shumë vështirë që gjitha këto që të na funksionojnë, edhe që të na funksionojnë. Nëse pra këshilli i prindërve nuk arrin pa ilustruar prapë përmes shkollës, të marrë rol ndikues në shkollë, siç i takon. Por të arriti thot drejtorit apo drejtoreshës, jo. Kjo gjë nuk bëhet. Të arriti thot kryeministrit apo kujdo tjetër kryetarit partisë, jo, ti në shkollë nuk shkel. Është utopike apo jo? Pra, atëherë pas kemi ca probleme kështu themelore që neve nuk na. Se është utopike mendoj unë, sepse mbase është edhe ndikuar edhe nga sistemi. Përgjithsisht kemi sistemin shkollor privat, i cili kam përshtypjen që operon me ca rregulla pak ndryshe, që do të thotë në momentin që ti ke nënshkruar që do çosh fëmijën tënd këtu, natyrisht edhe edukimi privat ta ofron mundësinë që ti të organizohesh e ti të kërkosh. Por kur e krahason me nevojat që mund të ketë sistemi publik, janë më të vogla këto nevoja. Nuk e di cila është përshtypja jote, se mbase mund të kesh krejt një variabël i rëndësishëm është, jam plotësisht dakord, është për të konsideruar, nuk e diskutoj. Sepse kam përshtypjen që sistemi privat ka nevojat bazike që janë edhe më të dukshme. Patjetër, infrastrukturore. Janë thuajse të zgjidhura. Po. Por sigurisht brenda aty mund të ketë shumë nevoja të tjera. Pa diskutim, filozofi. Mund të ketë nevoja, po themi, edhe të çështjeve konkrete, si nevoja për diskutuar bullizimin. Patjetër. Por çfarë më ka bërë përshtypje së fundmi një serial shumë interesant në Netflix, Adolescence. Që mendoj që ministria jon duhet ta fusi urgjentisht në kurrikull, sepse sot nxënësit nuk po mësojnë nëpërmjet leksioneve që ne ju japim. Madje kanë shumë të vështirë që nxënësit fokusohet 1 orë apo 45 minuta për ta dëgjuar mësuesin. Po duke parë një serial apo duke ndjekur nesër një dokumentar në YouTube apo copza të këtij dokumentari, mund të brendësojmë shumë mesazhet edhe të reflektoj ose minimalisht të hapi për diskutim me shokët apo me familjen. Morëm çështjen e bullizmit, se po natyrisht, patjetër. Ka shumë çështje aty në mes. Jo, nuk e diskutoj. Domethënë, edhe pastaj kur shkonte sistemi publik, patjetër. Kur një mësues ka 50 nxënës në klasë apo 45. Unë besoj sa e vështirë bëhet. Është e tmerrshme, po s'duhet të ishte kështu. Nuk duhet të ishte. Në kuptimin unë kam të pamundur, unë besoj si unë shumë tjerë pa diskutim. Domethënë që të mendoj që në bashkëkohësi ne ja kemi atribuar gjithçka shtetit, pra kjo lind që me modernitetin, që me lindjen e shtetit modern apo jo. Asa që japim dhe monopolin e dhunës. Apo jo. Po gjithçka japim shtetit, kalojmë nga një gjendje natyrore tek një gjendje civile. Japim si fillim, pastaj jo, nuk e diskutoj. Gjenden manovra të ndryshme për ta marrë, edhe nëse ne nuk duam ta japim. Patjetër. Dhe të drejtën për të vendosur atë. Patjetër, dhe kjo është pika e parë e kontratës me atë shtetin. Nuk do duhet të ekzistonte, ndryshe do ishte problem serioz. Ndryshe pra dëshim duke ndërtuar një burg të tjetër të madh për veten e kështu pra, ndërkohë që supozohet që shoqëria kaloi pikërisht nga një shoqëri e këtyre kufizimeve, kështu shoqëria më të lirë. Do thënë ka shumë shtrezime këto problemet edhe këto dukuritë tona, sa nuk natyrisht shpesh humbim fillin, pra nuk di nga më kap. Po referua asaj të fundit që po evidentoj me drejt, pra ky raporti me privatën. E nisa të them që
ne kemi besu tek të përderisa i kemi dhënë këto atribute shtetit. Duhet na ose kalojmë në anarki. Po kalojmë në anarki dhe po japim zgjidhje vetë. Çfarë ndodhi me këtë shoqëri gjatë gjithë këtyre viteve me secilin prej nesh? U detyruam të japim zgjidhje private çdo problemi që kemi. Dhe gjithçka që duhet funksiononte si një shërbim publik. Apo jo? Nuk na funksionon shërbimi shëndetësor, që duhet gjejmë herë miq të duhur nëse kemi ndonjë hall të madh. Duhet gjejmë edhe para të duhura. Ose të shkojmë te privati, ku paguajmë ligjërisht edhe... Po prapë, sepse ty do kështu ngruam me kaq shumë me një shtet disfunksional, me politika neoliberale, klienteliste etj me radhë, rezultati ishte që prapë për këtij shteti tu ofrua privati ose publike, aq sa që ne legjitimuam rrugës privaten dhe delegitimuam publiken. Sepse pam si zgjidhje, sepse na imponua si tillë. Është de facto e tillë. Domethënë dhe ne edhe të pafuqishëm për të bërë diçka. E lam të rritë në gjendje të lirë gjitha kjo, për inertësi. Dhe sot jemi të jetu inertësi në një shteti totalisht, për mendimin tim në këtë aspektet paktën, me gjithsa ndryshime pozitive në 30 ca vite, të pa diskutueshme etj. S'është pikërisht, nuk e diskutoj. Por në qoftë duhet me referu kësaj sferës publike kemi të deformuar. Po çfarë është publikja që ta sqarojmë për një audiencë që po na ndjek tani? Për shembull, ja të sjellun një shembull tjetër. Sa herë përmend auditorë ose kudo, pasuria jone e përbashkët, radio, televizioni publik shqiptar, më shohin çuditshëm. Pasuria jone e përbashkët, po është pasuria jone e përbashkët, se paguhem. Pa diskutim. Jo vetëm se paguhen, po edhe për arsye të tjera. Shikoj një lloj hezitimi ose mos aprovimi ose dyshimi që unë e them këtë gjë, ose mbase nuk e shohin. Jo tamam, po gati ka filluar më na duk çdo lloj shprehje kësaj natyre, çdo lloj interpretimi kësaj natyre i të përbashkët si publikes tonë. Si klishe, si jo ka filluar më duk si një farë romanticizimi. Pra ti po e romanticizon. Ç'është kjo që po na thua? Po e dizon diçka që është krejtë e padiskutueshme. Kjo ka marrë fund, kjo është e pushtuar, nuk është më jona. Pra ne lejuam që shumë territore të publikës, të përbashkëtës tonë, të pushtoheshin gradualisht. Edhe mes tyre dhe ato parqet. Gjithçka, nga parqet brenda pallateve. Dorë nga pushtim, po ca pallate të vogla nga 40 ca kate edhe kështu me radhë, pra na u pushtuan gjitha këto, ne lejuam gradualisht. Nuk e patëm fuqinë të reagonim, ka pas deri diku besoj, sepse ndryshe do kishte funksionuar ndryshe, ndryshe do kishim reagime të një natyre tjetër, po flas edhe brenda sferës politike, brenda klasës politike, duket sikur aty establishmenti gati u dakurcua për një farë qasje neoliberale, ose u piktakuan, konverguan një moment saktuar interesat tilla, sepse gjithmonë predominuan interesat private dhe interesave publike. Pra, privatizuam shkollat dhe na ofrua si alternativa më e mirë. Privatizuam spitalet, na ofrua si alternativa më e mirë. Privatizuam gjithë çdo gjë partneritet publik-privat. Çdo gjë partneritet publik-privat, duke ne marrë aq sa që ne rrugës. Në qoftë se ti nuk i ke filtrat e duhur, fillon të beson që kjo është, sepse nga tranzicion tashmë rrënzohet bëhet sistem. Kuptohet e qeverisëm se nuk e japim me partneritet publik. Se vetëm ajo ka ngelur më domethënë. Po pikërisht. Le ta japim dhe ato tek e fundit. Por pyetja është pse na duhet? Pse na duhet pikërisht? Po për çfarë na duhet? Për çfarë? Pra nëse mua nuk më jep zgjidhje, pra si thua, pikërisht kësaj të përbashkëtës. Atë nuk ka për çfarë duhet. Për të sqaruar Ervin një pikë shumë të rëndësishme, me sa perceptova jo se kemi ndonjë gjë kundër privates. Jo, natyrisht jo. Por po flasim për raportin edhe për përgjegjësitë që ka. Jo, në mënyrë absolute, jo. Në kuptimin e tani s'është rasti më thënë edhe kështu s'dua të bëj sikur ka shumë rëndësi bindjet e mia, se thash, po patjetër që unë besoj që një kapitalizëm me fytyrë njeriu është fytyrë njerëzore, pra humane është. Është absolutisht sistemi më i përshtatshëm për një. Nuk e di çfarë mund të vi më vonë, po mos i futemi kësaj, se s'ka rëndësi çfarë mendoj unë, po thjesht për të vënë një emër të shpejt gjës për ta përkufizuar shpejt si thua. Kështu që patjetër që besoj tek një sipërmarrje siç besojmë gjithë ne, private,
që e begaton edhe publikën, edhe të përbashtën, se dhe kjo është keq kuptim. Patjetër që është kontribut edhe për të përbashtën, në lëvizje ekonominë, po ta kishim më kreative si përmarrjen tonë private. Dhe jo të kufizuar ama. Krejt në një marrëdhënie të ngushtë, klienteliste. Po të ishe më kreative, tani du të më thënë dhe ca gjëra, pra nuk kemi vetë, absolutisht jo kundër. Po të kishim një supermarket private më kreative, që do prodhonte shumë më tepër këtë shoqëri, do prodhonte shumë më tepër për të mirën e përbashkët. Do prodhonte një dinamik tjetër shoqërore. Por do jepte kuptim, shpeshherë po them, meqense kishim që para apelum dhe universitetet dhe shkollën, do jepte kuptim një shkollim në një drejtim të caktuar. Ku diun, na duan individ që dinë punojnë me inteligjencë artificiale. Edhe këtu është ka nisë një sipërmarrje e tillë nga këto që kanë kapital të madh dhe merren vetëm me ndërtim, edhe këtu po zjeron, po na hap një shtek të ri që zhvillon dhe shoqërinë. Sigurisht. Apo jo, ne skemi nga këto fatkeqësisht. Ose ndoshta kemi, nuk e di unë, po duhet kemi, edhe pse kemi, duhet kemi shumë pak, nuk janë mjaftueshëm pranishme në jetën tonë. Pra, jo vetvete, çështja është me çfarë kushtesh lulëzon ky lloj kapitalizmi, pra. Me çfarë kushtesh lulëzon private në këtë vend. Sa merr nga e përbashkëta. Nga e përbashkëta. Kjo nuk bëhet duke marrë nga portofolioni i përbashkët, nga mundësitë tona të përbashkët, nga potenciali. Ne po pamundsojmë, po vrasim potencialin e përbashkët. Në shkuptim po flas edhe në kuptim më banal fizik fare, domethënë që se ty të merren territore pafund. Në rivjerë, në ku diun, etj. Dhe nuk organizohet mirë as hapësira, edhe këtu nuk po flasim për qenë kundër privatizimit edhe lulëzimit turizmit e kështu me radhë. Njeriu natyrisht nuk mund të jetojë vetëm me kushtet e një romanticiteti ekstrem, kështu vetëm me peizazhin edhe me natyrën e etj. Duhet edhe të punojë ndonjë ditë. Po, mirë është me punu. Madje ta nisi nga puna, pastaj të shkojë te çështja është si, pra, për këtë po flasim. Si ndodh, si organizohet e gjitha kjo, mbi çfarë rregulla ku loje. ishe sot potencialet për të organizuar si komunitet? Në qoftë se sigurisht do kishim këtë vullnetin, do kishim garancinë për një qëndrueshmëri, do kuptonim shumë mirë forcën dhe rezultatin që të jep organizimi. Pa diskutim. Ja, më dëgjoj, se e nisëm që parë, kemi një biseda gjatë barsa, kam përshtypjen që edhe ato që nuk e kemi theksuar mjaftueshëm mes rreshtash është kuptuar, por ka nevojë ndonjëherë edhe për pak sintezë. Patjetër. Domthonë e tham, nuk është se në praktik nuk ka ngjarje të mira. Për shembull, edhe për ta zgjeruar pak edhe hartën e gjërave. Ka raste për shembull që komunitete kanë dalë komunitete lokale. Të bën bashkë për në mbrojtje të lumit, kundër ndërtimit në jetën centrale. Kemi disa raste të tilla në Shqipëri. Kjo është kur na duhet që ne të organizohemi si kolektivitete, të angazhohemi si tilla në kushtet e emergjencës. Pra po na merret diçka dhunshëm dhe me të padrejtë, ujë në tragjas. Po. Apo jo? Kemi disa raste në Shqipëri. Praktikisht mediatikisht është shitur sikur po investohet për një ujësjellës të ri dhe modern. Ndërkohë çështja aty është krejt tjetër. Çështja është se ato nuk kanë vujt për modernizim. Aty duhet tuaj, ujë domethënë, dhe ka gjasa që modernizimit i marr ujin. Dhe duhet shpesh të bëjmë llogarit me këtë. Pra, në këtë kuptim kemi në reagime shpesh organizime komunitare si reagime imediate në kushtet e urgjencës, në nivel qendror, siç ishin armët kimike, që do ta marrim si shembull, kur të rrezikohet një tërë central, kur duhet sepse te lagjat ka një fabrikë që po ta pamundson jetën e kështu me radhë. Domthonë ka raste të tilla pafund. Çështja është e shtruan pyetjen që parë, a bën të qëndrueshme? A kthehet kjo, a përvetësohet kjo në kulturë? Ai sa që si thua të bëhet një sjellje gati automatike. E para, dhe dyta është, a na ndodh vetëm në kushtet e urgjencës? Pra kur problemi është imediat dhe ne s'kemi më asnjë mënyrë tjetër përveç se një farë reagimi kolektiv. Pra, arritëm ne me përvetësu këtë aftësi kulturën tonë, deri në atë pikë sa që të operojmë në përditshmëri në mënyrë proaktive, të paraprim gjërave, të reagojmë në kohë, të organizohemi në kohë, të funksionojmë pra, si thuash, të institucionalizohet pra, si thuash, kjo lloj kulture politike, të bëhet e qëndrueshme në këtë kuptim, jo të institucionalizohet. Që thotë çfarë ndodh? Pra se pyetja është pastaj
A duhet me ran fatalizëm? Jo, sepse ka bollë raste të mira që njerëzit dalin. A duhet me ra tani s'është rasti me zjeru, po këtu s'ka vend për disfatizëm, se po ta shohësh për shembull për te krimit të komuniteteve të vogla, angazhime dhe kështu me radhë. Kemi për shembull një rritje të shpresës në shoqëri vetëm për shkak të ekzistencës së pakut. Pra, u do ka sa po të ndryshon një kusht objektiv, dhe aty ku duket sikur e kreti pa shpresë, shoqëria pra që ka e gatshme për me besu pak më shumë. Ose për me tregu pak atë vetë kënaqësinë kur në përgjithësi politikanë, dhe këtu nuk po flas të majtë të djathtë, nuk ka rëndësi, po këta politikanë që i kanë lodhur, ky sistem që i ka lodhur për 30 vjet, fillon të tregoj pak kthetrat. Pra, jo kthetrat sistemi, se sa ai që kontrollon sistemin. Patjetër. Dhe unë më shumë shoh një shprehje të vetë kënaqësisë së shoqërisë son, që prap mendoj nuk është rruga e dur. Mbase mund të jetë që na është rritur besimi dhe qoftë kjo. Ja, shërë që ndodhë, që mos duket sikur jemi krejt në spekulim, ose në perceptim gjithashtu. Rezulton që shumica e sondazheve në Shqipëri, për herë të parë në dijenin time, dhe besoj që e kam djeg deri diku. Për herë të parë kemi në këto përqindje, në këto përmasa një institucion shtetëror të besuar në Shqipëri. Në 30 e ca vite. Do të bëj krahasime më timta, qofshaj gabur, se nuk e di. Kjo ndjehet në përditshmëri, jo vetëm te sondazhet, po edhe ne. Jo, po me qenë e ndjejmë atë për të marrë një fakt, si është për të marrë një fakt. E kuptoj, ja dalim te kjo që thua tani. Pa diskutim që në tilla situata është kreti pashmangshëm dhe është njerëzor edhe zimi një farë instikti hakmarrje. Apo atë vetë kënaqësinë që po thua. Nuk e di po flet për vetë kënaqësinë e shoqërisë apo të politikës. Të shoqërisë. Apo një farë vetë kënaqësie. Këtë e shoh te komentuesit, mënyra si shprehen dhe komentojnë, ose te njerëz që mund të takojmë për shkak të punës së përditshme, po të lexosh komentuesit, që nuk është krejtësisht si të thuash mbase perceptimi real i shoqërisë, sepse ne dim shumë mirë edhe impostimin që bëjmë kur jemi në rrjete sociale, performancën që bëjmë, performojmë diçka aty, po. Por më duket sikur ne si përdorues rrjeteve sociale ndjehemi shumë komfort për shprehur gjithçka që mendojmë në Facebook, kështu që kam predispozitën për ta marrë si thua reale, atë që lexoj aty, e kuptoj. Dhe janë të tmerrshme. Ja, prandaj unë po lexoja një tregues tjetër, pra, që shkon përtej kësaj. Sepse tani këtu na shpije në një diskutim tjetër, domethënë unë thash pak që parë, rrjetet sociale janë këtu dhe një farë valvulë shkarkimi. Po. Performancë, valvulë shkarkimi, natëve, një farë terapie kolektive, sepse ka frustrime pafund kjo shoqëri. Me thon drejtën. Të drejta, të bazuara. E drejtë, po. Drejt, nëse ty duhet, domethënë për gjithçka e tham që parë. Ti duhet bësh se s'bën pjesë e këtij një farë sistemi totalitar korruptiv. Apo jo? Se si shpëton dhe do ta skush ka ne. Do të bëj luftë për t'i shpëtuar. Luftë për t'i shpëtuar kësaj, që mos ishte detyruar të paguajë rishfet për diçka. Apo jo? Po. Një shoqëri e cila nuk është se u zgjuan një ditë më e mëratshme, po sapo ju krijuan një kusht objektiv ama. Tregon që vullnetin e pas aty, dëshirën e pas ka pas. Thjesht nuk ka parë kur asnjë shpresë në horizont. Në momentin e parë që i shfaqet shpresa më e parë që i shfaqet, shoqëria është e gatshme të bëjë këtë kontratën e re sociale. Po pse është domethënë se neve si çfarë kemi bënë, kemi shikulluar veten ai shumë gjithë këto kohë. Se që mendojmë që jemi gjithë korruptuar, gjithë të këqij, kulturë të mërshme, kupton? Ja themi vetes nga mëngjesi në darkë. Nuk e dia ekziston një shoqëri që ta fshikullojë aq shumë veten sa ne. Sa që bëjmë ne drejt. Nuk e di, domethënë tu do më bëj ca krahasime pastaj antropologjike që të bëhet e vështirë, se vështirë të mbledhësh dhëna për këtë. Po kaq shumë në këtë përmas, ne jemi më të këqit, ne jemi më dobët, ne kemi diçka krejt biologjike që neve na e pamundson. Nuk besoj, unë të paktën nuk mendoj kështu. Pra shoqëria është aty, pjesa më e madhe do që gjërat jenë më mirë, nuk do që të jetojmë as në korrupsion, as në kriminalitet dhe mundësi kriminalizimi. Këtë patjetër që e duam të gjithë, s'ka diskutim. Kështu që por thash më shqetëson ky aspekti i tregimit të hakmarrjes ose të një lloj
kënaqësie që lidhet edhe me personazhe politike konkrete, s'ka diskutim, po mbas është edhe pjesë e kësaj valvulës së shkarkimit që ju thatë. Patjetër, po unë e pash pra e parë herë bëhet gati i pashmangshëm një lloj instinkti krejt i natyrshëm, pra i hakmarrjes. Pra unë qëndrova gjithë këto vite. Unë bëra qëndresën time si qytetar. Një pjesë më pak më përditshmëri thonë thjesht më dha mundësie, po kështu thonë, kështu ndodh që ta dëgjosh shpesh të artikuluar, por nuk e besoj që është tamam kështu. Ka shumë njerëz, po e thoja diku tjetër, ka shumë njerëz që kanë bërë rezistencë, ka shumë njerëz që kanë rrit distancën me këtë. Ka shumë njerëz që kanë luftuar pikërisht me këtë lloj sistemi. Ka njerëz që nuk kanë dashur, kanë zgjedhur të ikin, vetëm që dorë të tjerë të ikin dhe për kësaj. Nuk kanë ikë gjithë vetëm për çapën e bukës, thon. Jo, s'ka diskutim, po. Ti jemi qartë, domethënë. Mjafton ta lexojmë përmes këtij fenomeni për me kuptu shumë çka në raport me shtetin, me të përbashkëtat, me shoqërinë e kështu me radhë. Pra në këtë kuptim, unë besoj që pse e mora këtë si çështje, që ti rikthehemi atij çka kishim çështjen tonë kryesore të diskutimit. Pra, sa më shumë rritet shpresa në këtë aspekt, që ca gjëra mund t'i bëjmë funksionojnë më mirë. Ktu fillon edhe riartikulohet marrëdhënia jonë me të përbashkëtat dhe me publikën. Sapo ne fillojmë lexojmë që pas kemi pak fuqi diku, që mjafton ta kultivojmë. Tu fillon edhe ndryshon edhe besimi tek vetja dhe tek tjetri. Drejt. Nuk kupton, prandaj për më duhej, pra si thua, ta lexojmë në këtë mënyrë edhe këtë ngjarje të rëndësishme për këtë shoqëri. Pra, nuk qeka as shoqëri që nuk e paska potencialin për këtë. Nuk është shoqëri që një farë mënyrë mendoj që ka fitu pak më shumë pjekuri në aspektin e kulturës politike. Pra është e gatshme, nëse i shfaqen mundësi, duhet ishte shumë më proaktive, idealisht, ne do donim një shoqëri që do mbushte sheshet për të kërkuar drejtën e vet apo jo. Pra, por kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh. Por ama kur ndryshojnë në këtë puzzle-in ton të politikës publikës, jetës publike kështu me radhë. Kur ndryshoka një, ose në këto ekuacione me shumë ndryshore, kur ndryshoka ndonjë nga këto ndryshore të rëndësishme, nga këto variable të rëndësishme, shoqëria që ka aty pra, që nga gati, më kupton? Ka e problem serioz. Ke të bësh me 30 vite, 30 ca vite, më fal. Tranzicion që duhet të ishte mbyllur me kohë, Që duhet të ishte mbyllur me kohë, por u kthyen sistem. Dhe këtë bësh tashmë dhe me gjenerata që e konsiderojnë sistem këto. Kanë humbur edhe filtrat kritik për ta arsyetuar dhe për ta parë ndryshe. Në çfarë sistemi je? Sistemin e tranzicionit. Po s'është më as tranzicion, sepse u konsoliduan. Për shembull, ne akoma ka ngel, si thua, duan filtra me kuptuar që si thua është tranzicion. Duhet guxim me epohuq është tranzicion akoma. Shumë për atyre fenomeneve që ne lexonim si fenomenet përkohshme. Hajde se do kaloj. Do vi dita, kjo do marrë fund. Më kupton? U rrënzuan sistem. Dhe është i vetëm moment në 30 ca vite, se s'po du ta glorifikoj tani, se ka të metat e veta se duhesh. Po ishim aq të asfiksuar në këtë aspekt. Në kuptimin e leximit mundësive të horizontit e kështu me radhë. Se ju desh vetëm një ndërhyrje e kësaj natyre si spaku, prandaj ishte do e marr si shembull, për me kuptu pra që për me dhënë pak shpresë, me shpëtu nga fatalizmi, në kuptim në disfatizmi totalisht, ne s'kemi çfarë bëjmë me këtë sistemi. Më kupton? A mjafton kjo absolutisht, se tu më ju kthy kësa, kjo është krejt e pamjaftuar. Duhet një shoqëri e tërë që duhet me marr masat, me mbledh veten, me fillu me besu pak më shumë te vetja, me bëj një pak më politike, edhe me qenë se ishim te komunitetet, me arrit me funksionu shumë më tepër, me bëj shumë më tepër bashkë rreth përbashkëtave kështu me radhë, me marr mbrojtjet përbashkëtat me si batutë të fundit, si përfund, pra mund ta themi që nuk është e vërtetë që ne nuk bëhemi dot bashkë apo jo. Po unë mendoj që nuk ka, pra që nuk na rrjedh në deje ajo e të mos bërë bashkë. Absolutisht jo. Domethënë ne kemi psu atë erozionin social që po e thoja edhe diskutuam gjërësisht bashkë për disa arsye, sa si trashëgimi e socializmit për shkak të një kapitalizmi shumë kaotik, agresiv, kështu me radhë, politikave neoliberale, patjetër që tu hajzun shumë më tepër njeriu edhe nga shteti dhe nga e përbashkëta. Pra, gjitha këto çka prodhuan si rezultat është ajo çka e thamë me mungesë besimi dhe me shumë vështirësi për që ne të organizohemi si komunitete të bëhemi bashkë ashtu. Por a ka diçka që na ka
si thua, na e ka zhbër këtë indë këto, absolutisht jo. Absolutisht jo. Thamë dhe që ka bollë raste të mira, kur njerëzit tregojnë, kur ne vetë vërtetojmë për ditëshmërinë tonë. Që i kemi gjitha mundësitë për të bërë bashkë, jo dalim me ka përcy shumë prej këtyre pengesave. Domethënë, mundësitë janë është e padiskutueshme që njerëzit mund të dalin me u bë bashkë, ama thjesht ka nevojë që shpeshherë të ndryshojnë edhe ca kushte objektive, se nuk mund ndryshon njeriu kështu, nuk mundet që të zgjohesh nesër ndryshe. E drejtë. Pra kjo është çështja. Ndryshimi është proces. Është proces. Është proces. Gjitha edhe me e mbylla me këtë se mos ta zgjasim shumë. Faleminderit shumë Ervin që ishe sot me ne, edhe që kishe predispozitën për t'i elaboruar idet edhe për t'ju shkuar sa më në fund edhe sa më edhe në ato shtresëzimet e imta, sepse mendoj që forca e mediave të reja është pikërisht e kjo. Te fakti se me gjithë kufizimet e formatit që përmende gjatë bisedës, kemi mundësinë që të diskutojmë 2-3 gjëra, po ato 2-3 gjërat i diskutojmë me themel. E sigurisht këtu me ne disa nuk do bien dakord, disa do bien. Jemi në këtë shoqërinë plurale pra. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe juve, shumë faleminderit edhe për bisedën, edhe për shtrirjen e bisedës, edhe se siç e thatë, pra duhet pikërisht mbi gjitha me shfrytzu këtë veçori që ka sidomos podcasti, me i shtri pak më shumë, i bë të ngeshme bisedat. Pra mos më në shumë ritmi TikTokut, por një farë ritmi tjetër të përdorimit të mendjes njeriu tek kështu me radhë, aq sa mund.